Këtu është horoskopi e mërkur 26 mars 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Këtë pasdite ka një gjendje konflikti të butë. Tani do të dëshironi të tërhiqni më shumë vëmendje, përpiquni të mos prishni gjithçka me një deklaratë polemike. Demi. Me qëllim e prerjes së marrëdhënieve të panevojshme, duhet të përpiqeni të gjeni qetësinë e brendshme. Sot ka më shumë përpjekje, ata që punojnë në kontakt me publikun do të duhet të jenë të kujdesshëm për të mos humbur durimin. Binjaket. Me negociatat dhe diskutimet e rëndësishme që duhen trajtuar sa më shpejt që të jetë e mundur, tani duhet të kuptoni se cilët janë njerëzit që janë në anën tuaj, bëni atë që dëshironi pa e lënë atë të ndikojë tek ju. Gaforja. Kontrolloni tensionet, veçanërisht në dashuri. Pika qendrore e ekzistencës suaj ka qenë gjithmonë familja juaj, e cila në këtë kohë ju kërkon më shumë angazhim dhe pjesëmarrje. Luani. Kushdo që u përpoq të ndalonte do të bllokojë nga ana tjetër, do të ripërsëritet në rrugë. Takime të reja të preferuara. Dashuri në vendin e punës. Virgjeresha. Mundohuni të pushoni pak më shumë për të rifituar besimin në dëshirat tuaja më të vërteta. Takimet që keni sot duhet të menaxhohen me shumë kujdes. Është ende e mundur të ringjallni jetën tuaj të dashurisë. Peshorja. Ju duhet të merrni masa në mëngjes dhe më pas të shikoni se çfarë ndodh. Rimëkëmbje për disa të dashuruar, për çifte e reja disa huti. Akrepi. Ata që kanë vite që jetojnë së bashku pa qenë të lumtur, mund të kenë thënë tashmë mjaft. Ju mendoni se dikush ishte mosmirënjohës, vazhdoni. Shigjetari. Sot energji e madhe, kurioziteti është pranvera që ju shtyn gjithmonë të organizoni gjëra dhe ekziston mundësia për të paraqitur një projekt dhe për të marrë një konfirmim. Britsjapi. Detyrat e reja ose përgjegjësitë e rëndësishme do t'ju ofrohen, porosia e parave. Rimëkëmbja sentimentale. Ujori. Një mik mund të ketë kthyer shpinën. Komplikimet nuk mungojnë kurrë në punë. Peshqit. Disa pengesa të vogla, por asgjë që ju shqetëson shumë. Në dashuri merrni shumë mbështetje, jeni të apasionuar pas aktivitetit dhe programeve të ndryshme për të organizuar. Lodhje gjatë rrugës. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.